Nuk e di sekretariati, a I ka mbajtë shënim dhe një 2 minuta kohën e deputetit Erion Malaj. E nëse se keni mbajtë, shkrujeni aty se kam dhe ato minutat e Erionit. Zoti kryetari i Kuvendit, me që parë nuk ma dhe fjallën për të konsumuar minutat e mia për t'ju përgjigjur Sali Berishës për akuzat që bëri, të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon se t'ula gradat që ke, dhe preferove që në vetë ndjesës publike timës me mikrofon të dominoj cinizmi ytë me mikrofon. Dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi I kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e Kuvendit, zoti kryetari I Kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari I Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mi të grupit parlamentar, në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar Kuvendi, ekziston sipas rregullorës Kuvendit. Por ju nuk e patët këtë mirëkuptim dhe ke mirëkuptimin tim të plot, sepse nuk është kollaj të përballësh me një politikan si Sali Berisha, një dinosaur politik si Sali Berisha, që ka 40 vjet, që mbjeton në politik me mjetet që ditë përdor më mirë. Intrigën, presionin, baltën, shpifjen, shantazhin, shto tani në fund edhe gradën shkencore non grata. Dhe se që të përballësh me këtë lloj politike, sigurisht nuk të vjen ndihmë rregullorja e Kuvendit përveç se rregullorja jote. Dhe mirë bëre. Tani pak fjalë për Sali Berishën se do kisha qejf të ishte këtu. Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agendën time politike dhe jam I bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek Sali. Më vjen mirë që më ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thënë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë. Por në fakt e ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politik si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani kam edhe një thirrje miqësore. Sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendje dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe sa çfarë do të shtosh aty nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pakun asaj dosje me titullin akademik non grata dhe kur s'ka bo fajde dhe ky titull ti nuk ke për të reflektuar më këtë sallë. Harroje këtë muhabet. Dhe sa për dosje Sali, me u hap dosja jote, merr gjithë Shqipëria. Pasha zotin merr krejt Shqipëria. Por dua ta dish një gjë Sali, se atje ku do të shkojmë të gjithë me radhë dhe lut zotin shkojmë me radhë, siç e ka shkruar zoti, po të perifrazoj një fjalë që vjen nga zona fisnike e Tropojës. Në këtë dynja cullak kemi ardhe, cullak do t'ikim. Nuk do t'i marrim dosjet me vete, atje nuk do t'na kërkojnë as dosje, as balt, as shpifje, as intriga, do na pranojnë si që jemi, si që kemi ardhë do t'ikim. Tani atje do shkojmë para Shëmpjetrit dhe do t'japim llogari për ato që kemi bërë me mendje dhe për ato që kemi ngarku shpirtin. Unë tani Sali nuk kam ndaj merak të madh të marr ndaj dosje me vete. Fare. Sepse jam gati që kur shkoj atje kur të mbi radha, të jap llogari për çfarë kam bë e për çfarë kam ngarku shpirtin, dhe jam I lirë në mendje dhe në shpirt. Nëse ty të duhet dosja me e marrë me vete, kujdesu mos të mungoj ndaj letër, se edhe mund të të kenë humbur rrugës, e po tu desh ndihmë, jam gati të të ndihmoj, që të shkosh me dosje tamam. Tani, për temën e ditës. Raporti, nuk e di, u konsumuan gjithë minutat? Nëse, jo, s'du lëmosh, kryetar. Nëse
Nëse kam minutat e Erion Malet, thuj janë minutat e Erion Malet. Në të kundërtën lëmosh prej në shkeljet rregullorës nuk du. Sistemi aktivizohet në 30 sekondat e fundit. Kështu që keni 30 sekonda dhe 2 minutat e zoti Malet. Tani, me qenë se për temën e ditës. Tani sot diskutohet një tolerim është rregullore. Sot diskutohet një raport për integrimin evropian që nuk e kemi shkruar ne për vete. E ka shkruar BE-ja për ne. Ne kemi bërë punën dhe reformat. Ata kanë monitoruar dhe kanë mbajtur shënim çdo punë që kemi bërë. Dhe në atë raport është Shqipëria reale. Jo ajo Shqipëria që vizatoni ju për ditë në kokën tuaj. Shqipëria e Baltës, Shqipëria si shtet mafios, Shqipëria narkoshtet, Shqipëria autokracie kështu me radhë. Ka një Shqipëri tjetër reale, të mashme dhe të prekshme, si thot ai raporti aty. Se nëse ai raporti aty thot, sa i takon grup kapitullit për themelorët dhe piketat e ndërmjetme, kemi mbyll 92 hendeshe kritike, ky është fakt. Nuk është opinion, partije, është fakt. Por për te kësaj, nderuar koleg, unë kam një thirrje shumë miqësore për ju, se me një pjesë për jush kam vite që bëj politikë në këtë baltë. Nderuar koleg, ju bëj një thirrje që kur ta merrni fjalën këto foltore, sa herë flitet për integrimin, apo kur dilnin mediat ndërkombëtare për të folë në gjuhë huaj dhe të thoni që Shqipëria është narkoshtet, kuptoje që nuk godisni Edi Ramën, nuk godisni kryeministrin e Shqipërisë. Goditet biznesi shqiptar që kërkon investime. Goditet turizmi shqiptar që kërkon besim. Goditet studenti shqiptar që kërkon dinjitet në Europë. Goditet emigranti shqiptar që punon me djesht ballit e nuk e meriton të paragjykohet nga retorika e Baltës Kocall. Nderuar koleg, investitori huaj nuk dëgjon sherin ton partijak, këto gërmërët tona të brendshme. Ai dëgjon fjalën rrezik në Kocall çdo ditë tente. Turisti nuk dëgjon debatin ton parlamentar këtu të brendshëm. Ai dëgjon fjalën pasiguri. Dhe këtë faturën, këtë sallë, nuk e paguajmë ne që jemi. E paguën ekonomia shqiptare, e paguajnë shqiptarët. Ndaj ju ftoj bashkohuni me 92% shqiptarëve sipas këtij raporti që duan Bashkimin Evropian. Ta lëm ndasit i kemi për shumë çështje, por ta shpallim integrimin në BE, Biblën dhe Kuranin e çdo shqiptari. Dakor? Ta lëm këto. Faleminderit zoti Manja. Faleminderit. Ju lutem zoti Manja. Mua s'më lejohet të përgjigjem se siç e tham nuk ka replik, por fjalët tuaja do t'i studioj edhe mund të ndryshoj opinion, po jo sjellje. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Blend Himçi, përgatitet zonja Klodiana Spaiu. Nga diskutimi ulësiut, vetëm një gjë bie dakord, që Sali Berisha është dinosaur politik. Si ti dhe kryeministri yt keni frikë nga hija e Sali Berishës. Dhe ato që ju bot para 4 vitesh, në bashkëpunim me George Soros, për vendosjen e non-gratës ndaj Sali Berishës, kundrejt Baltës dhe Llumit, siç thoni, duke shpifur ndaj kësaj figure historike për Shqipërinë, do të zhbëhet shumë shpejt ulësi dhe të garantoj që buzëqeshja do të ngjetë së ngryk. Por t'i rikthehemi çështjes integrimit, se kjo është shumë e rëndësishme. Nga raporti i Këshillit Ministrave i prezantuar në Kuvend, faktikisht procesi i evropian i integrimit na u paraqit si një trofe suksesesh, aq sa dhe Petrit Lulo do ta kishte zili me këngën e tij, lartë më lart flamujt e Kongresit, betejë fitore përpara na presin. Dhe t'i kthehemi aspektit të realitetit, ku sigurisht nëse flitet për progres raport, unë do t'i nis cross-ekzaminimin nga institucionet ndërkombëtare, por jo vetëm ndërkombëtare, por edhe ato të brendshme. Faktikisht, indeksi i perceptimit të korrupsionit
të Transparency International të 2025-ës shënon me 11 vende rënje. Reporterët pa kufi për vitin 2025 evidenton një rënje prej 3 vendesh. Altax zbulon se korrupsioni në Shqipëri i kushton ekonomisë shqiptare nga 852 milion euro deri në 1.1 miliard euro. 40% e prokurimeve janë me flamur të kuq. Kjo e konstatuar nga Open Procurement Albania. 42 deri në 44% në rrezik varfërie konstaton Eurostat. Dhe të gjitha këto fakte i mungonin këtij raporti. Faktikisht, gjatë këtyre 16 muajve, ne kemi pasur 222 akte të miratuara. Nga këto 23 ligje dhe 199 akte në ligjore. Jemi në një inflacion ligjor. Jemi në një turavrap për të kapur në emër të integrimit europian dhe për afrimit me legjislacionin shqiptar, pa analizuar as pak efektet që do të kenë këto ligje, qoftë në ekonominë shqiptare, qoftë në jetën sociale, qoftë në jetën politike, po qoftë edhe në aspektin ligjor. Po jap disa raste. Backlogu i dosjeve vazhdon dhe rritet pavarësisht asaj që trumbetohet si një reforma ndërrejtësisë, si një triumf suksesi. Faktikisht, në gjuhën juridike, quhet output inflation, që do të thotë prodhimi i dokumentave të zëvendësojë rezultatet. Dhe sigurisht që Bashkimi Evropian nuk i referohet vetëm për afrimit në legjislacion, por duhet parë dhe implementimi i këtyre ligjeve, gjë që Shqipëria sot vuan. Track record i kërkuar nga BE ende nuk është krijuar. Kushtet e ndërmjetme kërkojnë rezultate të matshme dhe të qëndrueshme në ndjekjen penale, dënimet formos prerë dhe reformë institucionale, dhe jo vetëm miratim aktesh. Ju flisni për Sigmën, por Sigma nuk qëndron, pasi Sigma nuk mat korrupsionin real, por ekzistencën e kuadrit ligjor. Një problematik shumë e madhe, do të thoja, pavarësisht minutazhit të shkurtër, është çështja kapitulli 27, mjedisi dhe klima. Dhe Shqipëria realisht do të ketë një problematik të thellë, pasi ligjet e miratuara nuk janë as pak reale me koherencën e saj. 430. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Klodiana Spaiu, përgatitet zoti Bujar Leskaj. Të nderuar koleg, të dashur qytetar, më lejoni që të shpreh dhe unë një falënderim sinqert për gjithë kolegët që kontribuan në hartimin e kësaj rezolute, e cila nuk është thjesht një dokument politik, por është një mesazh besimi, përgjegjësie dhe angazhimi për të vijuar reformat, për të forcuar institucionet demokratike dhe për të çartësuar Shqipërinë drejt familjes europiane aty ku i takon. Sot dua të përdor këtë foltore jo vetëm për të reflektuar mbi ecurinë e procesit të integrimit, po për të bërë një thirrje të sinqertë kombëtare për bashkëpunim. Integrimi evropian është një nga projektet më të mëdha kombëtare. Dhe si i tillë kërkon pjesëmarrjen e të gjithë shoqërisë shqiptare. Bashkimi Evropian nuk lindi thjesht si një treg ekonomik apo marrëveshje politike, por lindi mbi bindjen se popujt mund të ndërtojnë paqe të qëndrueshme përmes bashkëpunimit, solidaritetit dhe respektit për dinjitet njerëzor. Prandaj rruga europiane e Shqipërisë nuk matet vetëm me kapituj të hapur dhe me standarde të përmbushura. Ajo matet dhe me aftësinë tonë për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më demokratike. Sot procesi i integrimit nuk është vetëm një aspirat politike e Shqipërisë. Ai është kthyer në një proces konkret transformimi ekonomik, institucional dhe shoqëror që prek çdo qytetar dhe çdo sektor të vendit. Në këtë kuadër, Shqipëria është angazhuar aktivisht në zbatimin e planit të ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, që është një nga iniciativat më strategjike të Bashkimit Evropian për rajonin tonë. Ky plan mbështetet në 4 shtylla themelore. E para është integrimi gradual në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Është forcimi i integrimit ekonomik rajonal, është thellimi
i reformave themelore dhe është rritja e mbështetjes financiare për vendet aspirante. Përmes instrumentit të reformës dhe rritjes të bazuar në performancë, Shqipëria ka miratuar një agjendë reformash që prek drejt për drejt jetën e qytetarëve, mjedisin e biznesit, kapitalin njerëzor, digitalizimin, energjinë dhe tranzicionin e gjelbër, si dhe të drejtat themelore dhe sundimin e ligjit. Pikërisht, për këtë arsye, ky proces është një thirrje për mobilizim kombëtar, ku duhet kontribojnë të gjithë kategoritë e shoqërisë. Administrata publike, sistemi i drejtësisë, biznesi, universitetet, pedagogët, studentët, të rinjt, media, diaspora, fermerët dhe çdo qytetar që beson tek e ardhmja europiane. Dhe duhet jemi të vetëdijshëm se ky proces kërkon edhe më shumë dialog, përfshirje dhe bashkëpunim shoqëror. Do më lejoni që të përmend disa nga kategoritë për kontributin që duhet t'japin. Do t'i drejtohem shoqërisë civile, që ka qenë ndër zërat më të rëndësishëm për transparencën, të drejtat e njeriut, barazinë dhe llogaridhënien. Shqipëria Europiane ka nevojë për vigjilencën dhe profesionalizmin tuaj. Ekspertëve dhe akademikëve, kontributi juaj është thelbësor për hartimin e politikave moderne, inovacionin dhe reformave të qëndrueshme. Rinisë shqiptare, ju nuk jeni vetëm e ardhmja e këtij vendi, jeni energjia e tij sot. Merrni pjesë, debatoni, kontriboni dhe kërkoni më shumë nga politika dhe nga të gjithë ne, biznesit dhe sipërmarrjes. Integrimi europian është një mundësi historike për zhvillimin ekonomik, konkurrueshmërinë dhe inovacionin. Shqipëria ka nevojë për sipërmarrje që investojnë me vizion europian dhe besojnë tek standardet dhe cilësia. Të nderuar kolegë, integrimi europian nuk duhet të jetë një fushë betejë politike, por duhet jetë pika ku bashkohemi si kombë, sepse për te bindjeve politike, ne kemi një përgjegjësi ndaj brezit të ri, t'i lëmë Shqipërisë institucione më të forta, drejtësi me performancë më të mirë, ekonomi më konkurruese dhe demokraci më funksionale. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Bujar Leskaj, përgatitet zonja Milva Ekonomi. Në këto pak minuta unë do përqendrohem vetëm në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, raport i cili qartazi paralajmëron se në mungesë të reformave të thella institucionale, në mungesë të shtetit ligjor, pa transformimin real të modelit ekonomik, rritja aktuale ekonomike mbetet sipërfaqësore, e brisht dhe e paaftë për të prodhuar konvergjencë reale me BE-n. Një nga problemet më të thella, strukturore që evidenton ky raport, lidhet me modelin ekonomik, me cilin është mbështetur rritja e viteve të fundit. Megjithse raporti, ashtu si cituan përfaqësues të mazhorancës, një stabilitetin makroekonomik, rritjen e turizmit dhe hyrjen e investimeve tuaja, ai përmend qartë në faqen 2 të përmbledhjes ekzekutive të tij se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë mbetet i cënueshëm nga, s'po i lexoj në anglisht, për efekt kohe dhe për efekt theksi, se kam si nga labëria. Mbetet i cënueshëm nga korrupsioni, i përhapur, krimi organizuar, nga konkurenca e deformuar, mungesa e fuqisë punëtore si pasojë e emigracionit, produktiviteti i ulët dhe një sektor i madh informal. Ky konstatim është thelbësor sepse zhvendos vëmendjen dhe e përqendron atë atje ku duhet, nga ritmi statistikor i rritjes tek cilësia reale e saj. Këtë gjë përpiqeni që të kaloni ju tek shifrat. Në fakt, cilësia e përmbajtja reale flet ndryshe. Raporti i Dashit në faqen 3 të tij citon se investimet e huaja direkte janë përqendruar kryesisht në pasuri të paluajtshme, 23%, sektorin bankar dhe sigurime 18%, industrinë nxjerrëse 13.5% dhe industria përpunuese 11%. Kjo tregon se kapitali po orientohet më shumë drejt sektorëve konsumues dhe spekulativ sesa drejt ekonomisë prodhuese. Kjo është një nga dobësitë themelore të modelit aktual ekonomik shqiptar. Në mungesë të një industrie konkurruese dhe të një baze të fortë prodhuese, vendi mbetet i varur nga importet, konsumi sezonal dhe hyrja e kapitalit nga jashtë. Raporti lidh drejt për drejt mungesën e diversifikimit ekonomik me korrupsionin dhe ekonominë informale, duke cituar në faqen 4 të tij se fondet e palishme deformojnë konkurrencën. Ky është një konstatim me pasoja shumë të thella se sa duke në pamje të parë. Kur në
ekonomi qarkullojnë kapitale me burime të paqarta, tregu pushon së funksionuari sipas logjikës së eficiencës ekonomike. Një tjetër dimension kritik që evidenton raporti, po në këtë faqe është emigracioni masiv dhe i dhimbshëm dhe i tmerrshëm i fuqisë punëtore. Dash paralajmëron se Shqipëria po përballet me mungesa të fuqisë punëtore të shkaktuara nga emigracioni, duke identifikuar këtë si një nga rreziqet kryesore për zhvillimin afatgjat. Në planin afatgjat kjo krijon një rreth vicioz, mungesa e sektorëve modern në vend nxit emigracioni masiv, ndërsa emigracioni masiv pengon krijimin e sektorëve modern. Nëse ky cikël nuk ndërpritet, të nderuar deputet, Shqipëria rrezikon të mbetet një ekonomi periferike gjithmonë, e mbështetur kryesisht te konsumi, remitancat dhe shërbimet me vlerë të ulët të shtuar. Raporti ndalet gjithashtu dhe tek problemi i produktivitetit të ulët, duke theksuar nevojën për reforma të thella strukturore për të rritur konvergjencën me ekonominë europiane. Raporti thekson gjithashtu se Shqipëria është një vend i vështirë për të bërë biznes. Në ekonomitë moderne, investitorët nuk analizojnë vetëm kostot operative, po kaq të rëndësishme janë stabiliteti i rregullave, siguria juridike që mungon, parashikueshmëria fiskale dhe trajtimi i barabartë para ligjit. Në pak sekonda të fundit, raporti dua të theksoj këtu bëhet më kritik në Faleminderit. Fjalën e ka zë. Pas mundem se duhet pastaj edhe me të tjerë të mbajmë të njëjtin standard, ju lutem. Fjalën e Okej. Po, 1 minutë nga Klodiana. Jo, në rregull, shumë. Raporti bëhet edhe më kritik në faqen 12 të tij kur trajton çështjen e investitorëve strategjik. Sipas Dashit, pjesa e papërfillshme e investitorëve të huaj që kanë përfituar statusin e investitorëve strategjik ka forcuar perceptimin mes investitorëve të huaj se ligji ka favorizuar kryesisht kompanitë vendase me lidhje të forta me shumicën qeverise dhe mëtej përgjatë raportit jepet se këto lidhje janë thjesht shumica e tyre lidhje korruptive. Ky është një nga sinjalet më negative për klimën e biznesit, sepse krijon bindjen se konkurenca nuk funksionon mbi meritën ekonomike, por mbi afërsi me pushtetin. Kur investitorët theksojnë se tregu nuk është neutral, klima ekonomike degradohet gradualisht. Bizneset serioze të rriqen, investitorët e huaj shmangin sektorët me risk politik dhe ekonomia dominohet gjithnjë më shumë nga klientelizmi dhe kapitali i lidhur me pushtetin, çka është karakteristike për vendin tonë. Shqetësimet për korrupsionin në prokurimet publike e përforcojnë mëtej këtë perceptim. Dashi 1 minutë, kaloj. Po pra 1 minutë kërkuat, 1 minutë e morët nga zonja Klodiana. Zonja Klodiana, jepni dhe 1 minutë tjetër. Okej, edhe 1 minutë, urdhroni. Edhe 2 minutë. Okej. Minutat e zonjës Klodiana, atëre të zbriten nga zonja Klodiana. Përsa i përket problemit të korrupsionit, raporti i Dashit thekson në faqen 4 se raportimet për korrupsionet në prokurimet qeveritare janë të zakonshme. Fjalori i gjuhës shqipe e ka shumë të qartë se çdo me thënë të zakonshme. Të zakonshme, të përhershme, të përditshme në filozofinë e punës tuaj. Kjo ka pasoja të drejt për drejta ekonomike, sepse prokurimet publike përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë kombëtare. Kur biznesi beson se tenderat nuk zhvillohen mbi konkurrencë reale, kompanitë serioze të rriqen, ulet konkurrenca efektive, rriten kosto për shtetin dhe forcohen mekanizmat klientelist. Raporti ngrej gjithashtu shqetësime serioze për PPP-t, duke theksuar se përdorimi i vazhdueshëm i kontratave PPP ka reduktuar mundësitë për konkurrencë në faqen 4. Po ashtu, Dashi evidenton analizë të dobët dhe mungesë ekspertize teknike në artimin dhe monitorimin e këtyre kontratave.